Përshëndetje gjithëve, edhe unë përgatitem fare shqiptar të Maqedonisë së Veriut, nuk po harrohen, por përkundrazi po vlerësohen dhe të cilat i jep Unioni Gazetarëve Shqiptar për raportimin më të mirë të vitit, për reporterin më të mirë, çmimet e karrierës, çmimin Ismet Bellova dhe çmimin special. Në këtë moment kryetarin e Unionit të Gazetarëve Sportiv, zotin Dëfrim Metasani, pasi është momenti për të akorduar çmimin Ismet Bellova dhe ky çmim i shkon pas vdekjes zotit Samir Deni. Çmimi Ismet Bellova 2025 jepet gazetarit Samir Deni pas vdekjes për profesionalizmin e treguar ndër vite me shkrimet dhe emisionet e tij, duke i dhënë sportit më shumë vlerë, personalitet dhe vërtetësi. Gazetari Samir Deni do të mbetet një emër i nderuar në gazetarinë sportive në kujtesën e disa prej redaksive më të njohura të profilit në hapësirën shqiptare. Kontributi i tij vjen si model frymëzimi për gazetarët e rinj të sotëm dhe ata që do të vinë. Në cilësinë e kryetarit të Unionit të Gazetarëve Sportiv, më duhet të them që sot ndihem sa i lumtur aq i trishtuar. Ndihem i lumtur sepse vlerësoj një vlerë të gazetarisë sportive, një njeri që la pas një emër të bukur dhe të respektuar, jo vetëm në sport, por dhe jashtë tij, një mik dhe familjar i shkëlqyer, si Samir Deni, por ndihem i trishtuar sepse ja jap në mungesë dhe sot për fat keq nuk e kemi Samirin që ta marr sepse ai meritonte, madje kisha diskutuar me të pas një reportazhi që kishte bërë në Tropoj për sportin, që do t'ja akordoja, por për fat keq me 23 mars, si duket zoti e deshe më shumë se sa ne, edhe e mori për vete, duke na lënë sallën bosh, duke na lënë shumë kronika pa bërë dhe shumë gjëra të mira që ai kishte për t'i bërë në sport. Por gjithsesi unë mendoj që ka dy mënyra titujsh. Ka tituj që i bën nder njeriut, por ka dhe tituj ku njeriu i bën nder titullit, dhe ky është Samir Deni. Jam i bindur që sot të emocionuar dhe të lumtur për këtë titull nuk është vetëm Albana, bashkëshortja që sakrifikoi gjithçka për të, duke lënë pas një trashëgimtar dinjitos 9 vjeç, siç është Pjorni, që e përshëndes sepse më duket sa edhe shoh Sajminit. I lumtur sot është Enkel Demi, një vëlla që do ta kishte zili çdo kush ta kishte si vëlla, gazetar dhe personalitet. Të pikëlluar janë dhe zëvendës presidenti i futbollit shqiptar, një pinjoll i familjes së madhe Çame Lutfinuri, që e pati si vëlla shpirtëror Samir Demi, siç e kemi edhe ne Lutnurin, por dhe Pano Xhixho, drejtori i RTS Sport, që kur e ideoi këtë televizion, këtë redaksi, zgjodhi, nuk bëri zgjidhje, bëri zgjedhje. Mori Samir Demi kryeredaktor, pa harruar dhe zërin e Çamerisë, që vjen nga Vlora sot, Mojsi Dalipi, ikona e transmetimit sportiv, që ka ardhur për të ndarë gëzimin, por dhe dhimbjen, pak dhimbje, që kemi ne për atë njeri. Unë jam i lumtur që miku im Aleksandër Çipa, kryetari i këtij unioni, një nga gazetarët më të mirë që ne kemi në Shqipëri, krijoi hapësirë para 5 vitesh edhe për sportin, duke na krijuar këtë mundësi që mos të respektojnë njerëzit, por të respektojnë vlerat. Dhe unë dua t'i shpreh një mirënjohje që për 5 vitesh sporti është bërë faktor në Unionin e Gazetarëve Sportiv. Faleminderit Sandër Çipa. Dhe së fundi dua vetëm diçka për të thënë, duke falenderuar dhe vëmendjen që i ka kushtuar dhe drejtuesit e lartë të shtetit, siç kemi kryetarin e kuvendit, zoti Niko Teleshi, që e falenderoj, siç kemi zonjën Tabaku, që është një personalitet dhe ajo, jo vetëm politik, por dhe si njeri. Siç kemi edhe 2 ambasadorët, ambasadorin gjerman që dua ta falenderoj, dhe ambasadorin e Kosovës që është një mik i gjithëve, Skënder Dymishi, dhe artistin e madh Luftar Paja, që edhe ai është me njerëzit e sportit sot. Së fundi, për ta mbyllur, më falni që e zgjata pak, por shiqyr që mu dha kjo mundësi për të thënë dhe i mirënjohje, më vjen mirë që Sandri piketoi ambasadën gjermane, sepse unë kam një lidhje shumë të fuqishme me Gjermaninë, pasi mjekësia gjermane më ka bërë dhuratën më të madhe në jetë. Më ka shpëtuar mbesën 2013 dhe vajzën 2024. Mirënjohje Gjermanisë. Anësi dëftoj Albanën dhe Kelin dhe Bjornin, po, për të marrë këtë titull që më duket sikur sot e rikthehen Samir Deni të gjatë.
Sajmiri i vogël. Iku para kohë, por la pas e pasurit madhe. Emrin e mirë që pak kush e ka, Sajmir Dem. Tani mbas gjithë këtyre që thanë në frimë, më kanë shumë të vështirë të shtojnë një gjë më tepër, por nuk është rasti shpesh që dy vëllezër bëjnë një profesion. Ne kemi nisë 35 vjet më parë të dy njësoj. Madje ai është bërë gazetar sportiv pak më vonë, se fillimisht ka qenë reporter politik. Po duket për të hapur rrugën neve, domethënë zgjodhi pasionin e tij vërtet që është sporti. Padyshim që ju që jeni këtu, një pjesë e mirë e ju janë shokët e Sajmirit, po janë dhe shokët e mi në ditën kohë, sepse ne kemi pas të njëjtin grup frekuentimi. Sot unë duhet t'ju them që mungesa nuk i përket vetëm familjes, por i përket dhe juve, dhe me gjëra fare të vogla. Për shembull, kam përshtypjen se Lut Nuri t'i mungon dita e diel kur pite kafe me Sajmirin, që ishte si një rit i rregullt. Mu më mungojnë takimet dhe pjesëmarrja e tij shumë aktive në jetën familjare, si të shtëpisë vetëm dhe të shtëpisë time. Albana si mungon i shoqi, padyshim që Bjornit i mungon babai, Armando si është atje i mungon vlla. Pra, në një farë mënyre kemi gjithë mungesa të tilla. Por, e bëra këtë hyrje për të thënë që ne kemi bërë karrierat tona në një ambient që është ky ambient jonë i gazetarëve, që nuk është gjithmonë shumë i këndshëm. Prandaj këtë çmim e vlerësoj sot, sepse pikërisht nga shokët e tij të ngushtë ai ka marrë mirënjohje. Dhe nëse i mungon një gjë gazetarisë në Shqipëri, është mirënjohje. Prandaj faleminderit të frimë. Faleminderit. Dhe gjithë personaliteteve që janë këtu, pranishëm i falenderoj nga zemra, kryetarin e kuvendit, Rita Tabarnun, veçanërisht ambasadorin gjerman që unë kam mik personal dhe në një farë mënyre, sipas kodit të shqiptarëve, ju jeni shtëpi time sot. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit. Shumë mirënjohje për ambasadën gjermane, për zotin ambasador. Ne të gjithë në familje pak më shumë jemi mirënjohës, pasi kemi besuar shumicën e fëmijëve tanë në Gjermanisë. Faleminderit.